Një ngjarje e rëndë me element të ngacmimit seksual është shënuar në qytetin e Maliqit, ku një 59 vjeçar dyshohet se ka ngacmuar një vajzë të mitur vetëm 12 vjeç. Burime pranë policisë vendore bëjnë me dije se i arrestuari është shtetasi SB, banues në të njëjtin pallat me familjen e së miturës. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja ka ndodhur në ambientet pranë banesës, kur e mitura kishte dalë për të hedhur mbeturinat. 59 vjeçari dyshohet se e ka vëzhguar nga dritarja dhe më pas e ka ngacmuar fillimisht me fjalë. Situata ka agravuar në momentin kur vajza është kthyer për të hyrë në shtëpi, ku i arrestuari dyshohet ta ketë ndaluar dhe prekur në mënyrë të papërshtatshme në disa pjesë të trupit. Pas ngjarjes ka qenë nëna e të miturës ajo që ka reaguar menjëherë, duke u drejtuar në komisariatin e policisë Maliq, ku ka bërë kallëzimin zyrtar. Në prani të psikologëve të strukturave të mbrojtjes së fëmijëve, 12 vjeçaria ka rrëfyer gjithçka ndodhi, duke përforcuar dyshimet për abuzim. Policia ka vënë në pranë nga autorin e dyshuar, ndërsa ndaj tij janë ngritur akuzat për ngacmim seksual ndaj të miturës, që nuk ka mbushur moshën 14 vjeç. Vepër penale e parashikuar nga neni 108 fraksion B i Kodit Penal. Hetimet janë në vimësi, ndërsa ngjarja ka shkaktuar reagim të fortë në komunitetin lokal.